Sipas administratorit të njësisë administrative të Dajçit Broz Pjetrani, është punuar në mënyrë të konsiderueshme për pastrimin e rrjetit të kanaleve kulluese në këtë zonë, me qëllim përgatitjen për përballimin e përmbytjeve. Për këtë është koordinuar puna mes Bashkisë Shkodër dhe Bordit Rajonal të Kullimit, që merret me pastrimin e kolektorëve kryesor. Na i kena dalë punëve përpara, sepse kena fillu pastrimin e kanaleve të dyta dhe treta qysh në përjullin e pranverës dhe dverës, dhe në këtë përjull, pjesa ma madhe aty ku kena banë në hymje, ashken ka lanë një rezultat krejt mirë. Pjesa ma madhe kanaleve në fshatin Dajç janë qitë përfundimisht, në Samërisht 4 po ashtu, në Samërisht 3 po, në Roshkuj po thuj se ashkuj, në San Belej, për efekt se mjeti kërë një defekt, unë prej puna, por presim shumë shpet alla ty të vazhdojmë punën në fshatin Belaj, në Suka dhe në vazhdimësi, gjitha kanalet që janë po pastru. Sa i përket ergjiturave, Dajçi ka 10 kilometra përgjatë brigjeve të bunës dhe në thellësitë të territorit. Pjetrani thekson se krahas ndërhyrjeve që janë bërë vitet e fundit në daraxhat, pentare, zonët të tjera, është ende e nevojshme të vazhdohet puna në disa segmente të tjera nga ana e Bordit të Kullimit. Po, në daraxhat ndërhyj një segment, po pritet që edhe një segment tjetër ndërhyj. Pjesa e Mushanit problem, pjesa këtu afër mas komunit, në Samërisht po, në Roshkuj, po thuj se ndërhyjmja e argjinaturës duhet shikohet me përparësi, sepse mund të vjen një dëm kolosal i pariparueshëm. Pas Sobotit, Dajçi është zona e parë nën Shkodrës që preket nga përmbytjet gjatë dimrit. Aktualisht rrjeti kullues i kësaj zone përballon në mënyrë të konsiderueshme rreshtet e shiut, por rreziku kryesor vjen nga fryrja e lumit buna në rastet e shkarkimeve ujore nga hidrocentralet. Kjo është e dëshmuar në disa raste gjatë 3 dekadave të fundit, por kulmi ishin përmbytjet e vitit 2010-2011, kur uji arriti në lartësi deri në 3 metra.